Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një temë ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka një mesazh për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, sepse aty shtrihet i gjithë muaji qershor, por dhe videot me tema të ndryshme sepse aty ka gjithmonë diçka për ju. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe do fillojmë dhe do shohim se çfarë energjie do na vi nëpërmjet këtij leximi. Dhe shohim, marrim tarotin. Dhe ju mund të mendoni çfarë mendon ky person për ju, çfarë synimesh ka në lidhje me ju gjatë kohës që të bëhet ky lexim. Dhe shohim energjinë. Më falni, të këtij leximi. Atëherë këtu shohim është një person që mendon se ka gabuar. Ose është dikush që i kthehet ndjenjave përsëri, ose ndjenjave më të mira. Dikush që mund të jetë larguar, është dikush që është brenda rrethit tuaj, mund të jetë rreth shoqëror, rreth familjar ose diçka tjetër, por një person që ka vënë në vështirësi këtë njohje ose këtë lidhje që ju keni pasur ose që keni. Është një person që është larguar, ose një person që ka braktisur një dashuri, ose angazhimin e tij ose të saj nga kjo njohje ose nga kjo lidhje. Nuk di si rezonon me ju deri në këto momente. Gjithsesi shoh që ky person nuk është në paqe me veten e vet. Duket se ky person dizet her mbas here, sepse kemi asin e shkopinjve. Është një person që ndizet, por edhe fiket, ose një person që ndoshta e bren edhe pak ajo ndërgjegja, dikush që kupton që duhet të përballet me diçka në këtë situatë, në këtë dashuri ose në këtë njohje ose në këtë lidhje që ju keni. Dhe këtu kemi energji të shenjave të zjarit, por edhe të ujit. Dhe shoh që është një person që është në pritje, ndoshta në lidhje me ju dëgjues. Dhe vazhdojmë. Këtu është dikush që kërkon një drejtësi ose kërkon të marri të japi zgjidhje kësaj situate. Ky person mund të vi me disa kërkesa. Gjithashtu mund të kërkoj që ju të rregulloni diçka në lidhje me njëri tjetrin. Mund të ndodhi që ky person ka gjëra për të thënë, ose ju duhet të shikoni diçka ndryshe dhe për të kuptuar në lidhje me diçka që ky person do të thotë me ju, për të rregulluar një situatë midis jush, sepse shohin që personi dëshiron të vi me vrull tek ju. Është një person që ndoshta ju ka humbur, por e shoh që është në një ndjenjë urgjence ku dëshiron të hyjë në diskutime në lidhje me ju dëgjues. Është një person që ka prioritet këtë dashuri dhe ndoshta në të kaluarën ky person nuk ka qenë në gjendje ose ka qenë i pavendosur në lidhje me këtë dashuri ose me këtë histori që ju keni pasur. Mund të ketë qenë një natyrë shumë emocionale, por është momenti që ky person kërkon të përballet me një të vërtetë. Ky person ndoshta është larguar në të kaluarën, ose është larguar nga ju, nga kjo dashuri. Gjithsesi mendoj se disa gjëra ky person dëshiron t'i mbaj për vete. Por është një person që mund të dëshiron të vinë në mënyrë impulsive ose të vrullshme për të thënë diçka ose për të pyetur diçka në lidhje me ju dëgjues.
Dhe këtu kemi energji të shenjave të ajrit, por dhe energjinë e shenjës së peshores. Dhe unë do marrë një pako tjetër letrash për të parë si do shkoj kjo histori. Atëre, çfarë dëshiron ky person në lidhje me ju? Dhe këtu kemi shoh përsëri kartën e peshores ose energjinë e drejtësisë. Ky person dëshiron të ketë një takim me ju. Shoh që ndoshta ka lënë mbrapa ose dëshiron të lënë mbrapa një histori ose situata të vështira që ka kaluar në lidhje me histori që mund të ketë pasur ose diçka tjetër për të bërë diçka ndryshe. Dhe shoh që ky person ndoshta dëshiron ose të vërë një drejtësi në lidhje me këtë dashurinë në një rast, në rastin tjetër personi dëshiron të japi zgjidhje kësaj situate. Për një pjesë për ju, shoh që jeni larguar nga një njohje ose nga një lidhje nga ky person që ju mund të keni pasur. Dhe shoh që ju mund t'i keni dhënë dhe fund kësaj historie dhe dëshironi të filloni diçka të re duke i dhënë një zgjidhje situatës tuaj emocionale ose duke u futur në një njohje të re. Ndoshta ky person mund të ketë edhe surpriza, shohim në lidhje me njohjet ose lidhjet. Por shohim që është një person i zemëruar, është një person i zemëruar që kërkon të vi vrullshëm tek ju dhe energjia juaj dëgjues në lidhje me personin. Dhe këtu kemi të bëjmë, nuk tham, energjia e shenjës së demit, energjia e shenjës së akrepit, energjia e shenjës së peshores. Gjithsesi, energjit nuk kanë shumë rëndësi, kemi thënë. Dhe kemi energji të shenjave të zjarit, energji të kupave, shenjat e ujit dhe energji të ajrit përsëri. Kjo është energjia juaj. Ju ndoshta në lidhje me këtë dashuri e keni ndier veten shumë mirë. Keni ndier një fitore, një sukses dhe jeni ndier shumë mirë nga ana emocionale. Por gjithsesi shoh që keni marrë një zhgënjim në lidhje me emocionet, në lidhje me këtë dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të jetë që ju këtu mund të kemi dhe një person që mund të jetë në distancë të gjatë ose të shkurtër. Gjithsesi është një person që kërkon të vi drejt jush, por shoh që mund të merrni përsëri ose ju keni marrë një zhgënjim nga ky person, edhe pse ju shoh që keni pasur emocione në lidhje me këtë dashuri. Dhe çfarë do ndodhi me ju të dy në të ardhmen me këtë dashuri? Dhe kemi kartën e yllit, energjinë e shenjës së ujorit, energji të shenjave të ajrit, energjinë e shenjave të ujit, sepse kemi kupat. Gjithsesi shoh që ju së bashku dëshironi të keni një realizim ose ju po manifestoni për të pasur një takim së bashku për të realizuar diçka në lidhje me këtë dashuri. Shoh një energji femërore këtu më saktë dhe një energji mashkullore që është në kërkim përsëri të kësaj dashurie. Ndoshta ky person dëshiron të hyjë në diskutime në lidhje me ju dëgjues. Energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt. Është një person që përpiqet shumë për të ardhur drejt jush ose për t'ju gjetur përsëri. Është një person që ndoshta mbas një heshtjeje ose mbas një periudhe ndarje, mbas një zhgënjimi që mund të keni marrë, ky person dëshiron të kërkoj të futet në bisedime ose është duke ju kërkuar ju dëgjues. Gjithsesi shohim që është një person, një energji femërore që ka emocione. Është një energji e gëzueshme, shoh këtu, dikush që sjell një energji pozitive në këtë dashuri. Dhe
energjia femërore dëshiron që kjo dashuri të funksionojë, sepse energjia mashkullore është duke kërkuar, por energjia femërore është në pritje të kësaj dashurie ose të emocioneve në lidhje me këtë dashuri. Dhe kemi energjinë e hënës, që është energjia e shenjës së gafores, dhe shohim, nuk e di, në këtë histori ka paqartësi, ka frikra emocionale, ose ju keni hequr dorë në lidhje me gjërat që keni besuar, dhe do futeni, do besoni atë intuitën tuaj, por duke futur gjithmonë besime të reja, ose duke ndryshuar diçka në lidhje me këtë dashuri. Sepse shoh që energjia femërore përpiqet të duket sa më miqësore, sa më shoqërueshme, dhe është një energji që përsëri beson intuitën e vet, por ka hequr dorë dhe nga gjërat që ka besuar deri në këto momente. Dhe çfarë do ndodhi në të ardhmen e afërt në lidhje me ju? Dhe këtu kthyen 2 letra dhe mua më duhet i hap. Shoh që keni qenë në situata tensioni, stresi, ndoshta për një kohë të gjatë, dhe kemi energji ajri përsëri, dhe kemi rrotën e fatit që ka 4 energji. Është energjia e shenjës së demit, energjia e shenjës së luanit, energjia e shenjës së virgjëreshës dhe shenja e akrepit. Shoh që ju fati do t'ju ndihmoj për t'i çuar gjërat para. Ndoshta jeni duke menduar në lidhje me këtë dashuri, dhe dëshironi të jepni fund tensioneve dhe stresit që mund të keni kaluar në këtë njohje ose në këtë lidhje. Dhe kemi kartën e karrocës, energjia e shenjës së gafores, dhe kemi kartën e të dashuruarve. Ju shoh kemi 3 karta të arkanës së madhe që janë në fund të këtij leximi, dhe që tregojnë se ju ndoshta jeni duke menduar gjatë gjithë natës në lidhje me këtë person, si t'i çoni gjërat para, dhe unë shoh që do t'regojni shumë emocional, do t'jepni një drejtim më të mirë kësaj njohje ose lidhje që ju keni. Dhe shoh kartën e të dashuruarve. Ju shoh që ju ndiheni shumë të dashuruar, keni një mbështetje, më falni, nga energji më të larta, nga universi, por shoh që keni një gjarpër që nuk lejon që kjo dashuri të ekzistojë midis ju të dyve. Nuk e di, mund të jetë një person që mund të jetë person i afërt për ju, mund të jetë një person i shoqërisë tuaj, një person i familjes tuaj, nuk e di, por është një person që është bërë si gjarpër në lidhje me këtë dashuri, me këto emocione, sepse shoh 2 persona që po mundohen shumë për të marrë dhe për të dhënë në këtë dashuri, dhe për t'i dhënë drejtim emocioneve, por dhe kësaj dashurie që kanë në lidhje me njëri tjetrin. Dhe unë do marrë një mesazh nga ëngjëjt dhe do shohim se çfarë mesazhi ju japin ëngjëjt në lidhje me këtë dashuri. Dhe kemi mbretëreshën e zjarit këtu. Dhe ju thot, ju do ndjeni shumë të sigurt në lidhje me gjërat që dëshironi të bëni, do përdorni shumë atë pjesën e inteligjencës ose por do jeni dhe karizmatik. Hapni krahët, thot, dhe fluturoni në lidhje me këtë dashuri. Mos e pengoni veten tuaj. Vini një drejtësi ose jepini një zgjidhje, dhe po të vëmre këtu, na doli 2 herë karta e drejtësisë. Atëherë vini një drejtësi në lidhje me këtë dashuri dhe jepini një zgjidhje situatës që mund të keni midis jush. Është një mesazh fantastik. E rëndësishme është që ju do ndjeni të sigurt, do zgjoheni nga kjo situatë, sepse këtu thot edhe do zgjoheni nga një situatë që mund të keni kaluar, do jeni shumë karizmatik, por ndërkohë hapni krahët, fluturoni dhe bëni ato që ju dëshironi. Dhe unë do marrë edhe një mesazh nga ëngjëjt, por zgjidheni ose vëni një drejtësi në lidhje
me këtë situatë, por edhe nëpërmjet diskutimeve. Dhe marrim një mesazh nga angjit se çfarë një mesazh, më falni, se çfarë na thot në lidhje me këtë dashuri. Dhe thot, nuk do doja, personi ju thot, nuk do doja t'ju humbisja. Dhe marrim një mesazh tjetër. Dhe ju thot, të dua shumë. Dhe marrim një mesazh se çfarë do donte ky person t'ju thoshte në lidhje me këtë dashuri. I gjithë universi punon për ne, thot. Atëherë, mesazhet, unë do marrë dhe një që të bëjnë 4, që mos ngelen në numër tek, dhe thot, do të doja të ishe me mua. Është një mesazh fantastik që personi dëshiron t'ju japi. Atëherë, kjo ishte për gjithë ju përshëndes të gjithve, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë, dëgjim të këndshëm dhe një fundjavë të diel sa më të këndshme.